Përshëndetje, mi se erdhët në Green Talks. Green Talks është një format i cili po vjen edicioni 16 të Green Festit, edhe për 16 vjet me radhë. Green Festi ka ditë me qenë një hapësinë ku çështjet mjedisore janë diskutuar jo vetëm si terma ekologjik, mirë po edhe si pjesë e mënyrës si jetojmë edhe si ndërtojmë shoqërinë tonë. Si vjet, fokusi është tek biodiversiteti, ndryshe për vitit kalum kur ka qenë toksiciteti, si vjetë kemi biodiversitetin, ku do të flasim mbi reflektimet e shumë llojshme kundrejt biodiversitetit dhe diversitetit që sot e kemi në lidhje me kulturën. Pra, diversitetin kulturor, edhe jemi duke jetuar në një kohë kur realisht po humbin ekuilibrat natyror, e natyrisht kur humbin ekuilibrat natyror na japin ndikim edhe në kulturë, edhe në jetën tonë përditshme. Andaj sot do të flasim për reflektimin mbi diversitetin kulturor me një aktivist, po gjithashtu edhe me një njeri që bën kulturë, që prodhon kulturë, pra shkrimtar. E kemi Senur Veshallin. Senur, mirë se erdhe. Mirë se gjithë faleminderit për ftesën dhe për konsideratën. Kështu, si me thonë, shtrihet ky aktivitet yt edhe si aktivisti drejtat njerëzit, po zakonisht këta artistat që shkruajnë, zakonisht nuk pritojnë me qenë pjesë e aktivizmit për drejtat njerëzit edhe për kauza tjera, qofshin ato edhe të ambientit edhe të tjera. Parash, inspirimi vjen që aty, të e gjetë inspirimin që aty, tani reflektojmë në baza tjera, sepse pa qenë aktivist nuk po besoj që mundet me qenë, pa qenë një njeri i mirë. Tani aktivist nuk besoj që mundet me qenë as artist, as aktivist kulturor. Po mu më duket shumë rëndë vetë jam i thonë artist, se po tentoj me distancu vetes, po unë e du kulturën, po tentoj me qenë një aktivist kulturor. E paraprakisht mendoj që pa ngajt për drejtat e njerëzit, pa vrapu kështu, pa tentu me bos paku diçka të mirë, nuk mundemi me kalu në pjesën tjetër. E këta dy ndoshta dokon shumë larg, po e kanë një farë finese shumë të rafërt edhe e kanë rrugtimin e përbashkët në punën e tyre. Kështu këtu drejtzat prejkën dikun, si me thonë. Nëse e këtoj një matematik, kombo, prejkën dikun këtu drejtzat. Senor, është pak si klishe kjo pyetje, po megjithatë mbrana vetes ka diçka, se më thonë, të cilën neve na vyn me shtri, si diskutim, çush përkufizohet ky diversiteti kulturor, në një kohë ku gjithçka është bërë gati uniforme, na e shohim një trend i cili na rrjedh dikun dikun në Las Vegas, edhe e shohim pas 3 dite që edhe një djalë i vogël dikun në rrugët e Prizrenit, ku ndoshta i pak më këtu në mahall e shet do e bë çat gjë. Definitivisht unë prap që kjo pjesa e mahallës le të pikniqe e këtij diskutimit për mua, se unë tentoj ende me vazhdu në mahallën kur jam rritë ku jetoj, me kalu në për ato kupza dhe me pa jetën kështu çysh është normale, rutine. Në fakt na tu i vazhdu tu e ndjek trendin kryesisht AI, kryesisht ta them kështu media në si sistem, so që nuk na ka intimiduar edhe rehatin pak, sepse po tentoj me vepru në mënyrë konformiste në heradin, me ambientu vetën dhe ndërvedien tonë, po tentoj me instalu për diçka që jo sjena në fakt, është evidente, po tentojmë edhe me anashkalu diçka që e kena si pasuri, edhe nuk po tentojna me proklamu. Po mendoj që është një pyetje që kogja do të mu diskutu, edhe me e kristalizu me vetën një herë. Unë po mendoj që tash tu e pa Las Vegasin si sistem, edhe na tentojnë na mënyra e kryjm Kosovës ose njerëzve të Kosovës, po mendoj këtë njerëzve që jetojnë këtu një farë antipatie të panevojshëm, se tentojnë me thonë që ata që jetojnë na këtu, e tu mos ja dit as vlerat vetvetes, tu mos ja proklamu as vlerat vetvetes, kjo veç tani po bëhet me një farë nyje që nuk po mujna me zgjidh. Unë mendoj që kulturat na duhet me njoft, me respektuar, tu tentu me njoft kulturat e njëri tjetrit. Unë besh diçka kom mësu, se unë me profesionin psikolog, domethënë masterin e kom në marrëdhënie ndërkombëtare, kom një përzinie edhe të funksionalitetit që më lidhet me kultura, domethënë, edhe me miksimin tim të formimit akademik. Unë kom mësu diçka kështu kur them e kom mësu bazohet në eksperjenca, jo në formatin e edukimit, tu i mësu këto kultura, tu tentu me ulëmtu e shohim që sa më pak dim. Edhe sa mujnën me na përmbush si njerëz, edhe sa mujna një me mësu, me tentu, me mu bo njerëz më të mirë edhe me ta them kështu me përmisu vetën. Unë jom një pjesëtar i komunitetit rom,
që pjesa dërmuese jemi i përket shoqënisë shqiptare, jam rrit me të dy format të shoqënisë, po asnjëherë nuk e kam dallu identitetin ose nuk kam tentu me mbrojt veten, tu tentu me thon unë jam pak më i kulturum se unë, kam thon po çata njerëz që pak e çuptime janë lypin Lemosh në Fushë Kosovë i kom janë komunitetit tim, po dallimin mes meje dhe aty në mundi me bë nëse më shihni mua si një djalë i cili ka ndikuar në edukimin e vet dhe ka pas pikërisht ndihmën prej komunitetit shqiptar. Kjo e bën vijën përkatëse, edhe unë kom mësuar shumë pi kulturës shqiptare, kom mësuar çysh ata kanë ardhur për një rezistencë për një luftë, ta them kështu, jo tu i bazu kështu në pjesa po luftë ka hershme, çysh kanë rezistuar dhe kanë tentuar me mbrojtë edhe kombin e vet, edhe gjuhën, edhe kulturën e vet, edhe kom tentuar këto sene me imponuar edhe me instalu tek vetvetja. Po mendoj që aty kom mësuar më shumë, edhe kom tentuar mu distancu prej kësaj pa kuptu njerin, pa e kuptu thellësinë, edhe pa e kuptu sa është dip diçka, me tentu me reflektu. E kjo pak neve po na ndikon në formatin që e pyete, prapë e kthej që kjo mahalla na thjesht pi harrojmë na ka jemi te mahalla, çu kena pas jetën në mahallat, po dalim me një far stadi që jena pak më cool kështu. Po. Sinur, realisht më kam përshtypjen që ky diversiteti kulturor ndonse kur futesh thellë ka herë dalim të njëjtë. Po. Që më thonë në shumë gjana. Po, megjithatë në pjesën sipërfaqes ka ndryshime shumë. Edhe duke qenë se vjen prej një qyteti Shqipërisë, ku ka, si më thonë, brenda një rrugë mund të ketë goditje të ndryshme kulturore, rome, shqiptare, turke, bosnjake, serbe, pra, domethënë me gjitha mundesh më ballafaqu në një rrugë nëse futesh, si ka qenë, si më thonë, me urrit kështu në një diversitet kulturor, ha? Unë çdo herë kam thonë Uran, kur ta tentoni me tregu multietnicitetin ose kur ta tentoni me e proklamu, mos e merrni Prizrenin shumë përballë, sepse Prizreni natyrshëm ka bë. Se për shembull që vetë Po s'është projekt. Jo, s'është projekt, aty natyrshëm, se për shembull gjyshërit ton ose hajde babi jam ai e flet edhe gjuhën turke, edhe gjuhën bosnjake, edhe gjuhën rome, edhe gjuhën shqipe në mënyrë natyrshëm. Të njëjtat edhe na e kena instaluar, do të thonë gjuhën shqipe edhe rome e kena konstant që e flasim në mënyrë natyrore, plus turke, plus bosnjake unë s'di, po paraardhësit ton e kanë fol. Hajt pe qesim anglishtën masi na jena matrit, do të thonë 4 gjuhë i kena në përdur që mujna me i fol. Njona prej bazave dhe thjesht tani kur tentojna mi kështu me bën një ekuacion të diversitetit ose të kulturave, po dalim të kjo përgjigja ose parafraza që e the, jemi të njëjtë, që aty për që aty jemi. Domethënë me një shok që unë e kom turk, bosnjak, na që aty jemi, çat ushqime hajm, çat kulturë kena, çat sistem. Dikush është pak më i bardhë, dikush është më i zesht, po sistemin, veshjen, stilin, të folmi të shqip e kena bazë të njëjtë. Domethënë këtu nis që kulturat edhe kjo pjesa e biodiversitetit nëse e caktojmë, edhe multietnicitetit në Prizren ka shku normale. Po nëse analizojmë në vende tjera ka pas paragjykime. Në këto paragjykime çysh mujna na tash mi zbut njëherë se mi hek nuk më hekën ato absolutisht. Unë e kom vesh një shembull që e marr ka herë, adin kur dal nëpër media. Thom pse Tupaku po na duket shumë cool. Tash veç pse është më i zezë në pigmentin e ngjyrës është më cool e njëri që është më i zezë këtu në Fushë Kosovë për shembull, s'është për shkak të stilit të veshjes ose pse unë si Seinur hipotetikisht dukna më cool se një rom tjetër. Veç pse e kam pak stilin e jetës ose sistemin e jetës ndryshe, duheni me menu që kur analizojmë Seinurin për marr veten si shembull, duheni me pa që Seinuri ka kaluar me një far filter edhe ka një far prapavije financiare ose edukative pak më ndryshe se një njeri rëndom. Te ai tjetri, nëse po mujna me gjetë biodiversitet në çështje që ai frekuentohet prej një sër probleme, pi socioekonomike deri ato bazike për jetesën. Edhe që tu duhemi pak me e ul. Unë nuk tentoj me degradu debatin asnjëherë, po tentoj çdo herë kam thonë që pjesa kërkuese e më e madhe shumicës duhet me pas prapavi këtë mendim kur menon për një pjesëtar të komunitetit pse s'po mundet ai me çet në të stat. Edhe kjo ka me qenë pjesa dërmuese që kada na kena me punu për me proklamu vlerën e njëri tjetër. Mirë, megjithatë kjo rujtja e dallimeve, unë kam pa që në momenti që ndoni ambient me njerëz ndërkombëtar të ndryshëm, shtohet lezeti, si më thon, është e lezetshme, ha? Kosova
luajti këtu me Turqin futboll, domethënë sheshi i Prishtinës ishte komplet më ndryshe, kur mbahet festivali Sunny Hill, domethënë vinë prej këtë botës edhe është shumë e lezetshme me pa njerëz që flasin gjuhë të ndryshme, që kanë kulturë të ndryshme, cilës të ushqyerit, vallëzimit edhe gjithçka tjetër. Po sa e rëndësishme është me rujt këto dallime kulturore, sepse këto në një formë edhe e mbajnë një farë balancë njëra me tjetrën. Po, ran, edhe ik rutinat, që sa një më e rëndësishme. Një pyetje shumë e rëndësishme që unë prapë them, do sana duhet mi bë përditshme, duhet mi bë një herë edhe muhabet të kafes, sepse na si kosovarë i kym këtë punë kafe. Po. Që thotë në kjo pjesë e kulturës. Një ambasador gjatë punës kur ishim thash që apo bëjmë në formatin kosovara ndërkombëtar, se ju njëri i kryeni kafe tani shkoni punës. Po mendoj që duhet me bë pjesë rutinës. Është shumë e rëndësishme sepse këtu tash kanë luajtur rolin goxha media, si puna ju organizatat qeveritare e tani në rangun e tretë të institucione, sepse nuk kanë pas fuqi adekuate institucione, tash kada dalë po këndell në kontekstin e kulturës po flas. Po mendoj që duhet me pas fuqizim më të madh me promovu vlerat e njëri tjetrit, se po diskutojmë për vlera, po diskutojmë për kulturë, po kush i promovon këta? Se për shembull nëse na po flasim për kulturën rome, kur e keni është i vetmi teatr në prezencë është teatri në Xhipe Nekshë ose jo këtë një kujtim pa çakut që e promovon vlerën e teatrit, thonë ti keni teatr që flitet 2 orë shfaqje në gjuhën rome, ti vesh kur del pi atij teatri kimë thon unë domethënë mindset ose vetdijen për komunitetin rom kom pas për tokë se nuk kom ditë që kanë gjuhë, nuk kom ditë që kanë teatr. Tani janë vetë me analizu për identitetin e tyre, për kulturën, për gjuhën e tjerë e tjerë. Unë po mendoj në këtë rast duhet me pas fuqizim që deri më tani e kena kur po tham, nuk po duam me ndaj këtu, po Kosova ka për posë që kena pas normal probleme, po na ka dhënë hapësirën e duhur, nuk mujna me menjanu këtë fakt edhe çdo me qenë shumë jo rigoros, po shumë me qenë të viktimizum. Ka probleme absolute, nuk mujme ka me pas diskriminime shkele, po unë e di që kur kom reagu, për marrë vesh një shembull, kur kom reagu për një ndodhi që ndodhi para 2 muajve për një veprim, për një skec aty, mbështetja kryesore më ka ardhur për kolegëve shqiptar, që e kanë bërë më të madhe çat reagim timin, që ka shkuar në instancat e duhur për vetëdijsin po flas. Unë mendoj çet moment edhe çeto diskutime edhe çeto ndodhit nuk mund mi harru sepse hapësirën e kena. E këtu lind edhe mënyra jonë që na kena me promovu komunitetin, na kena me promovu si vlerë shtu, na kena me promovu çdo herë në formatin politik që na jena tu kërku. Po mendoj që kanë bërë një punë të madhe dhe tumi veç me vazhdu me promovu vlerën e kulturës tyne, me tregu për poezit, me tregu për kulturën, se për shembull në vitin 2022 na kena aplikuar në Ministrinë e Kulturës për mbrojtjen e trashëgimisë për një herë të përkohshme, tani në përhershme që shkon, vallet e këngët e rome, të cilat kanë qenë 100 vjet që kanë trashëguar për lagjës më të vjetës rome Terzimall. Çu i kanë trashëguar në mënyrë orale, pse s'kan ditë shkrim lexim. Domethënë ka qenë shumë e rëndësishme që na mi pa 4 gjenerata që i dinë që ata këngë ku janë të shkruar, jo ç'është të dim na, se na e kanë trashëguar. Për neve ka qenë kjo kulturë, domethënë ato janë autentike të gjuhës rome që i kanë kënduar njëri tjetrit, edhe pas një dorëshkrim na e kena dorëzuar dhe e kena promovuar me një koncert të organizator durrëmishës sonë. Për neve është vlerë shtume muzikore ajo që burron prej thelbit edhe e proklamon identitetin e tyre. Për dallim që na mundna me folë për tallavan, po nuk është ajo kultura jona, është një pjesë e biznesit të komuniteteve që e bëjnë. Po kjo është kulturë, ose anën tjetër me proklamu oktetin kujtim Paçakut të ndjerit poetit kujtim Paçakut që e ka bë një oktet me 8 persona që nuk e kanë përpavjen akademike të duhur, po mund me i bë 8 zona të oktetit që duken shumë profesionale dhe janë profesionale dhe këndojnë këngët e vjetra rome. Domethënë ky kontekst na ka shti gjeneratën e re me menu pak më ndryshe, edhe me proklamu, edhe është përmenoj që është proklamu në nivelin e dur, edhe duhet me vazhdu tash me gjetë formate, domethënë me gjetë në Graçanisë që kena grupe muzikore, po flas për muzikë tash nëse kena aktivitete kulturore, me vazhdu me tregu biodiversitetin që na përpos problemeve socio-ekonomike kena edhe vlerën që duhet me shty përpara. Mirë, tash kur të kthehemi sot jetojmë në një kohë shumë ndryshe, globalizimit, ku gjithçka rrin te na. Nëse ma herët ka qenë shumë interesant, si më thonë, me i pa secilin popull, secilin kulturë, secilin komunitet duke sjell diçka të vetën, sot e shohim gjithë të sjell sanin e njëjtë, Po. Unë po më kujtohet tash, si më thonë, disa të ri të fushë Kosovës, të komunitetit rom që këndonin kështu rap hip hop, të cilët u bënë edhe viral, si më thonë,
sepse e bënin njëjtë, sikur gjithë tjerët, Uniform, sikur një djali i Prishtinës, sikur një djali i Tiranës apo i Parisit apo çfarë di tjetër, sepse zhanri i njëjtë. Tash kjo duket e lezetshme kështu në fillim me po tani nis njerë edhe shikon pak nëse po bëhemi uniform, nëse globalizimi po na sjell neve në uniform. Unë po mendoj që Sa ka rrezik për kësaj? Tash nëse e diskutojmë në formatin artistik edhe kulturor, po mendoj kogja është edhe rrezikshme, po duam me ditë me provu. Unë po mendoj që diçka që nuk e pranon arti edhe kultura është globalizimi pikërisht sepse unë po mendoj që duam me gjetë diçka ndryshe kur unë sistemin e poezisë e kam pas kështu të shkruar. Unë tentoj me shkruaj diçka ndryshe, po që është reale. Që nëse Urani zguxon me thon, unë po tentoj me thon përmes Uranit ato. Tash adin është një pyetje që shumë po kërkon me mendje me u përgjigj, jo kuptim që më dhoni një përgjigje adekuate këtu, po po më frigon fakti ose efekti ose me janë me thonë afekti cilin mundën me na dhon kjo pjesa e globalizimit, po unë po tentoj me qenë pak më optimist që me thonë globalizimi duhet me na ndërtu ura që na me e çu një kulturë të cilën nuk e ka pa hipotetikisht dikush për një komunitet të caktuar. Nëse e marrim si për shembull komunitetin ashkalik këtë rast, nëse e ka një kulturë të caktuar me e çu përmes globalizimit tek diaspora e tyre hipotetikisht ose në formatet e medias. Po nëse vazhdojmë kështu, unë po mendoj që paka shumë po sillemi në cirkull që aty ku po thotë ti Uran, më duket po bëhemi uniform. Unë mendoj që globalizimin duhet me përdor në formatet tona logjistike, në formatet e proklamimit. Nuk guxon po mendoj kultura, po mendoj. Nuk guxon me qenë uniform, nuk guxon me qenë domethënë diçka e njëjtë, sepse i kena shumë spirituale. Është e jonja, duhet me gjet një far filtri me ndakët çështje. Mirë, jemi të fol, si më thon, për një histori të një komuniteti, ti tha folje për kyshit tu shqiptar, të cilët, si më thon, me lufta kanë rezistuar, mirë po jemi të fol edhe për komunitete të tjera të cilët kanë rezistuar shekuj, si më thon, do vend prej vend për menzon diku vend, edhe ndonjëherë kemi pa që disa komunitete edhe kanë humb gjuhën, po kemi pa që dikush e mban gjuhën. Çka ndodh, si më thonë, kështu në një komunitet i cili rrezikon gjuhën, rrezikon rituale që është edhe më e rëndësishme. Vdekje është. Kështu vdekje biologjike, vdekje fizike, vdekje. Unë po mendoj që prej cili do sistem vim në çfarë do që do me arrit, baza kryesore nëse gjuhën, kulturën e humbim, po mendoj që s'kemi çka jetojmë. Tash nuk po duam të tingëll shumë ashpër për çështë të është, sepse nëse kishim zgjedhur diçysh më anë në botë, kishim zgjedhur ndryshe. Absolutisht, edhe në formatin e kishim ndërtuar edhe financiar, edhe politik, edhe karrieror, po unë po mendoj që çtu që jemi, s'paku duhem mu tregu ndërgjegjëm ndaj vetes edhe ndaj pasardhësve tan. Unë po mendoj që kultura është shumë e rëndësishme, unë sepse ti ki filter kultura, unë nuk du mu etiketu ose mu nënvizu komunitetin rom me martesat e hershme. Unë du mu nënvizu komunitetin rom me finesën e tij për muzikën kulturore tradicionale, për shkrimin e poezive ose për kapacitetin që janë një pjesë dërmuese të komunitetit rom që mund më mësu disa gjuhë pa problem. Domthonë një veti e tyre që nuk proklamohet kur, domthonë ne flasin gjuhën turke, serbe, brenda një muhabetit. Domthonë kjo është. Unë po mendoj që edhe po apeloj tek këtë kolekte mi të komuniteteve të ndryshme turk, cilat i kam, unë po mendoj se kjo fakti që po më shtim me menu që mujna me hub na kulturën në traditën tonë, që se kanë hub shqiptarë, na duhet me pas role model për këtë çështje, që kanë kalu prej një rezistence, prej një qoftë edhe gjenocidi për ata mos mu emancipu, po më mbroj, duhet me qenë për neve një rol model shumë i rëndësishëm që na mu inspiru për tynve edhe me instalu në jetën tonë publike, private, edhe të funksionimit, sepse që aty i kena shqiptarë, se të tregona një që keni bëhë. Mirë, po du me të pyet pak, dush me u lidh pak edhe me storën tonë personale, për më adhonë që të përgjigje, që ka të bëj me bashkëtesën reale, kulturore, kështu mes, do më thonë, ti e rrit një qytet, pak si më thonë, si është kriju kjo bashkëtesa, jo toleranca si më thonë kështu si projekt, ku të shohim janë tolerant, du t'jeni më tolerant kështu, po ajo që rrjedh natyrshëm, që shu shkriju që kjo bashkëtesa kështu. Si e mon mend, më thonë, kur ti ballafaqu, ç'a diun me një fest që e majnë turqit dhe nuk e mbani ju,
Po, Çush ka reaguar ajo festë ti, si e ki diskutuar këtë gjë? Si për shembull storia kryesore ime nis prej gjimnazit, se te kom Terzimalla është në gjimnazin Gjon Buzuku që aty në Prizren, edhe futbollit normal ka lidhur me pjesën ndërmuese të shoqënisë. Fakti futbolli ka qenë pjesa sporti kryesisht që unë jam lidh. Absolutisht, domethënë unë jam 96, nuk jam shumë i ri tash kismet i bëj 30 vjet në nëntor, domethënë nuk i kam kaluar çto domethënë problematikat të luftës, po i kom ndje, sepse ka pas një farë, ka 2000, 2004, 2005, domethënë një farë, jo bashkim adekuat, një farë tendence e ftoftë mes komuniteteve, se ka pas një përpavi, ndoshta e ka dikush ideologjike tjetër për komunitetet, po diçka që e kam vrejt tu rrit në këtë aspekt uran është çështja që edhe komunitetet e kanë një problem, nëse flasim për tash bashkëri, sepse autoparagjykimi që e bëjmë ndaj vetes kanë diskriminu urani. Domethënë kjo është problemi kryesor. Nisesh me paragjykim. Po, se kam më përmend kjo fjala pejorative që na mos ta përmendim, mos pa degradojmë emisionin tonë. Jo. Unë kam thënë, okay, edhe nëse përmendet çajo, unë ta konfirmoj që domethënë s'pedi çu shkarçë, po kur ju e parafrazoni çat fjalë, e parafrazoni diçka të keqe. Domethënë pse i thoni kështu veç pse e parafrazoni diçka të keqe, po apo mendoni që unë i keq jam? Jo. Domethënë çaty rin edhe zbutja e paragjykimeve, po gjithnjë na çka kena ofru për shoqënin. Nëse tash në formatin kulturor, politik ose shoqënotik i ofru diçka që një me e konfirmon që ato automatikisht ato paragjykime bin. Edhe ata e kanë pa, domethënë ka qenë shumë e natyrshëm dashnia jon, shoqënia jon, puna jon, edhe kafja në qytet kur dash, për shembull ti din Prizren, kemë pasja tash pa paragjykime, po dallimi mes Prizrenit dhe vendeve tjera sa ishin kafe pjesëtar të komunitetit konfirmohet aty që ekziston një farë jetë normale. Edhe që aty lind dal nga dal kjo pjesa e stories son personale edhe eme, edhe me bë kauz, domethënë tani unë në herë kam menuar kur kam shku me xhiru një film në Obiliç, e kishin për martesën e unë kam thonë që kjo pjesa e komuniteteve të degradimi për martesën e është shumë mediatike, janë të e botë të madhe. Adin personalisht asaj isha para 4-5 vjetë, ndoshta kom pandemisë, tash është të bë shumë e madhe. Po kur shkova me pa jetën që e bëjnë ata, kam thonë jo. Do thonë na po mendojmë që jetojmë në Prizren që kena një jetë pak më standarde, pak më normale. Na jemi tu anashkalu vetë komunitetin tonë që dumi mi dhon shtytje atynve që ata me vazhdu. S'paku mi ja tregu shembullin adekuat, nëse se nuri po punon në spitalin e Prizrenit, është e mërishme me tregon. Mi tregu atynve që është e mërishme edhe kjo ka me qenë për një ta role model. Unë më mendoj që Prizreni na ka dhënë çet forcë, na ka dhënë çet mundësi, do thonë shumë nice është në Prizren me hi me fol në kafiç ku shkojmë si për shembull, me na fol në Gjon Rome me kamarira, te çu shkeni, arin mirë se erdhët, tani që diskutim. Dhe piknisja janë për na me vazhdu në tutje. Mirë, na tregon pak që rolin e një teatri, për shembull me pas një teatri Rom në qytet, me pas një okteti Rom në qytet. Çu shprit kjo, si më thon, çu bë ky gërshetim. Që kjo është sepse shumë lehtë dikush ka mujt më thon, okay, na mujt me i pas 2-3 aktor Rom që mujnë më fut në teatrin e qytetit Bekim Fëmijë në Prizren, po është bo një teatr i tërë, edhe ka raste kur ka bashkëpunim mes dy. Po, që kjo është seni më e rëndësishme se është su generis me thënë kështu, se paramenoni në para 20 viteve ja kanë ofruar hapësirën teatrit Rom në Xhip Menekshë, tani që ka marrë emrin e Xhip Menekshë regjisorit të parë të teatrit, ja kanë ofruar hapësirën Indjeri Dashnor Xërza edhe ekipa atynve, domethënë kush ka qenë, po më kujtohet Dashnor Xërza pi mohabeteve edhe po do më përmend, ja kanë ofruar hapësirën, ja kanë ofruar ndihmë logjistike, jo vetëm teatrit Rom, teatrit turk, edhe nëse ka pas teatr bosnjak, ja kanë ofruar hapësirën teatri i Prizrenit, më thon, hajde ne bëni teatr, e keni hapësirën edhe ndihmë profesional ju japin. Paranoni sa është e rëndësishme si për shembull, nëse na po flasim për diskriminim, dikush po ta ofron teatrin si vlerë. Ka shkuën ka dal hapat, po na kush janë nda pi teatrit edhe bashkëpunimin kryesor tani më e kena me teatrin profesional, me aktor, me regjisor. Si për shembull kena marr një djalë, Kaltrin Barja ka qenë regjisor profesional, ka në teatr, Mahir Musliu po ashtu profesional, ka qenë me neve. Domethënë regjisor teatrit profesional, që aty që janë profesional, kanë bërë teatr në gjuhën rome. Ka qenë shumë e rëndësishme që na me proklamu në teatrin eksperimental një shfaqje me regjisor profesional dhe me tregu me tartë, për kryeministri i vendit, këtë artist me diskutu për një shfaqje e cila ka qenë në gjuhën rome. Tash na në herë po flasim, po më duket në dy kauza shumë të ndryshme, po flasim për një
për një pjesë artistike që është shumë e lartë, edhe po flasim tani për njerëz që kanë probleme deficitare në ushqim, në mirëqenie bazike, a den kështu dy ekstreme po më duken, po ky ekstrem po ndihmon këto që më tregu këtu në okay, dal nga lart çati duhet më arrit që ky është stadi. Po, domethënë në Prizreni na ka ofruar një far mindset që na mund na provu në Evropë. Kosova ti ka ofruar me pas teatrin ti në gjuhën rome, me vazhdu me funksionu në gjuhën rome, me pas një radio 24 orë që është Radio Romana Ozo, program në gjuhën rome. Mirë, se çka nuk vlerësojmë aty te ky diversitet kulturor, çka si më thon nuk i vlerësojmë sa duhet. Po ura na adin e shohim problemin kryesor e shohim që komunitetet duhen më qenë të izolum në guaskën e tyre. Tash po flas në perspektivën e këtë rast. Si shqiptar, po bëj dallimin unë mes të tavolinës. Na duhemi me menu gjithnjë që komunitetin e Sejnur ka më bëu diçka duhet më bëu veç për romt. Mos më dal me ndiku te Urani. Unë po mendoj që ky mindset pak neve po na i trupdon edhe gjendjen, sepse unë nëse shkruaj poezi nuk po duam të shkruaj për komunitetin rom veç poezi. Unë po duam të shkruaj poezi në gjuhën shqipe, sepse po më duket shumë e rëndë unë tash më kon poet veç për romt. Unë po duam të kon poet në gjuhën shqipe më shkruaj, edhe me pas një përgjithësi në këtë publikun tem. Unë po mendoj që kjo nuk dallohet na se them a di çka bëneni ju për veti ose ne ta bëjnë shqiptar për veti, kjo çështje. Njëra për kritikave të mia që vazhdon të jetë konstant kur hapen këto qendra kulturore për komunitete janë. Okej, unë mendoj që çdo komunitet duhet të pas një hapësirë kur duhet të promovojë, po nuk duhet të bëj për këtë komunitet kanë një qendër kulturore. Jo më kemi bëu një hapësirë për një qendër që ti më promovu, por nëse ja bëjmë këtë komuniteteve kanë një qendër kulturore, më duket përpos se kanë promovu ose mi bashku kena mi nda. Unë po mendoj që kjo nuk vlerësohet sinqerisht në për libra na nuk e kena diçka të shkruar për komunitetet. Se për shembull nëse na tentojmë me ndërtu tash një fëmijë, sepse paragjykimet për gjeneratën e kaluar nuk mund na ndiku. Një fëmijë e vogël nuk e din çka është pjesa pejorative ose për komunitetet, andaj nuk ja instalojmë në për shkolla diskutimet që ata me pas një prapavi ideore për komunitetet, tani rritet në paragjykime diskriminim. Kjo ndoshta janë dy sona që duhen më trajtu. Mirë, po du pak me lidh edhe me biodiversitetin, si më thonë që sepse kultura lidhet me vendin ku jetojmë, nëse dikush inspirohet prej lumit bukur drinit në Prizren, nuk mundet në shumë pjesë më inspiru sepse ajo është komplet i dëmtuar, nuk ka më pemë, nuk ka, si më thonë, nuk e ka hirë të dikush me të natyrës në ta. Edhe si më thonë, sa lidhet kjo humbja biodiversitetit me humbja një diversitetit kulturor, po munoj me i gjetë një pikë të përbashkët. Po munoj që zinxhiri, në të dy se biodiversiteti e ka një farë zinxhiri që lidhet. Edhe kjo humbja e identitetit kulturor që po thotë ti, unë po munoj shumë e rëndësishme mu diskutu, sepse na kulturën në herë si shoqni, tash po bëj një paralel si shoqni, e shohim ndoshta në herë si teatr, ndoshta në herë shohim si një koncert ose një muzikë ose si poezi. Unë po mendoj është edhe ushqimi jonë është kulturë edhe e folmi janë edhe komunikimi është kulturë. M'fal. Unë po mendoj se duhet me pas gjithnjë them diskutimet tona edhe shtyrimi i diskutimeve me pas për shembull kësi emisione Uran që na e bëjmë me pas diskutime më shumë tonë për media tona është një ide adekuate. Jo me pas në çdo TV ti tash debate politike mo që vetëm pjesë politike po nuk po du me bë tash pa keq kuptime, po çdo debat, çdo televizion na debate politike që mo edhe mindsetin ton nuk po mundna me mirëmbajt. Po mendoj që me pas diskutime për kulturën, me pas edhe aktivitete, edhe me instalu sinqerisht në për pjesën edukimit edhe të shkollave, sepse nuk duhet me prish dorë organizatat qeveritare me boshtë sen, se deri kur kanë me bëllë pyetje është. Është një rrezik, po mendoj që sinqerisht kur e kam lexuar këtë pyetje ka qenë mas fiducia me menu, se jo më përgjigj, se më të përgjigj diçka, po me menu çysh me bo është shumë adin e kuklavitum ka perspektiva e me gjithnje. Unë po mendoj që duhet me i marrë dhe senet bazike na me i thjeshtësuni në kulturë nëse diskutojmë që është kulturë, që ka me qenë kulturë, edhe që i promovojmë çdo herë. Sepse na vlerat e shtume nuk i promovojmë vlerat që e them në globalizëm që duket ma nice, atin, që duket se për tatuajat e mia që i kom 3-4 unë duna mi promovu se duke na ma pro-evropian,
nuk duk na okay unë me thonë që jom i zeshtë i përkas një komuniteti tjetër. Atë duket ma cool çështot, apo kupton ose më vnu do syza që janë ma shteta më duket ma kulturë evropiane ose jo që unë më me knu një këngë të komunitetit rom që e tregon prapavijen e saj kulturore. Domethënë dy sena që na si shoqni, nuk po them si komunitet që e kemi konstant, tentojmë këtë uniformën e cila na instalohet pi jashtit, e bëjmë shumë ma kulturore se çato që e kena na. Atë hajde ta bëjmë një check sa shkojmë se për shembull në Prizren se e kena në Muzeu Arkeologjik Prizreni sa Prizrenas të kanë vizitu. Aty po më kujtohet shpesh. Ku shkojnë në Kala. Në parqe nuk kesim se dojna me flet në për kafe sepse po ma duket më kulturore kjo atë. Më mendoj që instalimi i jashtit, kjo është vrasja që po na ndon në mënyrë si infuzion, aty ka instalimi pi jashtit që po na vjen, ne po na duket shumë më e vështirë. Jo, shumë më e acceptable, aty pranojmë që është ma shumë e jona se ato që e kena shtëpi e s'dina me provu. Po du më të pyet diçka se kemi, si më thon, ka shumë këngë të cilat janë kështu qytetare popullore, tradicionale, të cilat lidhen shumë me natyrën, lidhen shumë me natyrën. Kemi, si më thon, edhe pranvera lidhen, si më thon kështu, po mo nuk po vjen pranvera që ka më herët, domethënë na ka ndryshuar komplet, po. Po unë e di që ka këngë dhe rome të cilat lidhen shumë me natyrën, domethënë lidhen me verën, lidhen me këtu Ederlezi për shembull, që është, si më thon, crème de la crème. Ajo është mbi të tjera, po ka edhe shumë të tjera, duke di që edhe unë kam nda kohë me ta dhe e di sa, për shembull, sa e hupin kuptimin këto kur e hupim na biodiversitetin, e hupim më pranverën, i hupim stin. Hupim shumë sepse unë po mendoj që prapë i kënojmë përmend, pa e pa, si më thon. Po i hupim shumë se për shembull çka kena bën na diskutim sepse kena një shoqni jo ma sofistikume, po që menojmë kulturën pak ma afatgjate, edhe që kena mësu, se shumë unë kom mësu, do në zëmë shumë kur e më kërë Ministrit Kulturës me pa edhe formatin e kulturës që duhet më promovu. Hajrës, do më thonë, ja kom hangër rymën unë, se ka herë rrit me to, edhe kom mësu qysh me proklamu ma mirë. Edhe kur këthemi me diskutu qysh na mujna me promovu, se për shembull e kena andër me bo një recital, ose një muzikal në lagjën Terzi Mahala, me këngë të vjeta rome. E qatë lagje që janë kriju që të rome. Hederlezin, për shumë me diskutu pse e kanë knu për Hederlezin romt, është shumë e rëndësishme, sepse ata njerëz të varfër kanë tentu me dal prej në pranverë, se kanë pas sfidë me jetu në dimër. Ose tash hajtë bëjmë një korporim në globalizëm. Peaky Blinders tash në filmin e fundit, Tommy flet në gjuhën rome. Tash ai thot Kallo Qiriklo edhe po vjen the Rom Baro, the Big Roma, do të thonë Roma më e madh. Tash për posë që e kena një farë lellatim të ego se që seriali ose filmi më i proklamuar në botë flet në gjuhën rome, po nuk po du më mu identifiku kultura me to. Sepse unë e di që ka në pjesën formatit të kulturës, po unë po mendoj që çka ka thonë ai për romt, nuk duhet më parafrazu si çdo herë kulturë që neve na përshtatet. Ose edhe Emir Kusturisa me filmin e tij ka bërë shumë, e ka marrë edhe çmimet, po ana ish përshtat kultura deri aty, ndoshta synimet i kena pak më ndryshim, edhe po mendoj që kjo duhet neve me na shty më përpara me promovu çdo herë vlerën që na e kena. Çto vlera, cila ka më qenë, si më thon, forma më e mirë e rezistencës me rujtë vlera të diversitetit. I kena digitalizu këto vlera kështu në formatet e kapaciteteve tona, sepse s'kena pas asnjë barë që na mjalon trashëgimtarëve tonë. Gjithë një mi promovu me njerëz adekuat, pak e shkuptime, tash nëse Sejnuri fol palidhe që tu, mirë është ketë me dalë, me thonë atin Sejnuri, mos dil në emisione se s'pja din njeri, atin thjesht s'po mundesh. Unë po mendoj, identifikimi jonë është bo gabim pikrisht për njerëzve jo adekuat. Atin, nëse ty del ty në shtëpi me një farë formati televizion një njeri që ta proklamon ty vlerën e komunitetit, është pikpyetje. E dyta është formati politik neve na ka intimidu shumë, edhe ajo bo pjesë për bërse jona e promovimit, sepse neve nuk ka mujtë zonë jonë me qenë adin që aty ku duhet, që na me kërku të drejta tona. Fakt, pse mi kërku na i kena ato drejta, veç me kërku apliku. Edhe që to vlera, unë po mendoj që kena tash momentalisht brum, kena njerë, sepse na kena luftu njerë me kriju një kuadër. Kena pas problem të kjo pjesa e kuadrit, e njerëzve, e kualitetit edhe kuantitetit. Tash po mujna mu koncentu ma shumë ka kualitetit. U desh me kriju një kuantitet që to
një dekadë të fundit me pas njerëz që kanë përfundu. Tash me ato njerëz që i kena përfundu, po mundna mi filtru edhe mi dërgu që mi mbrojt çto vlera tona që me tregu që jena pjesë përbërëse. Edhe unë me shpresë auran kur vi herën tjetër kena fol veç për poezi, se më po më duket shumë sfiduese me fol për vlera, edhe më tregu që jam baraz me tjerë. Po, jo, unë baraz jemi gjithë baraz, si më thon, kemi lind këtë njësoj në këtë botë, se është ajo shpreha, këtë kemi lind pa tesha në këtë botë, kështu që jemi njësoj. Po, unë veç du më të pyet sa poezia jote, poezia e Paçukut, këngët e ati okteti, këngët e juja, sa e shet ti që këto, do më thonë, këto produkte kulturore e kanë bo që atë lidhjen e shpejt me gjitha komunitetet tjera. Nuk po të flas vetëm me shqiptarë, po edhe me serb, edhe me turqit, edhe me bosnjakët. Si për shembull, unë vi pi një familje komplet muzikore, kështu 4 gjysh. I vetmi që s'di me prek një instrument në familjen jo mund. Keq, po ka qenë një far rezistence e mamit që unë me përfundu shkollime, ka tentu mos për degradoj rrugën. Degradoj kurpsim jo, po më mësu, por është ka qenë hapi i saj shumë i rëndësishëm që unë me marrë këto. Edhe unë di që kur i me Axhen, Axha është shef orkestrit në shoqërinë kulturore artistike Durmish Astano. Ka qenë shef orkestrit, është shef orkestrit në Dogriol të Turqit. Ka shkuar në Nagimi. Do të thonë të trijat komunitete i kanë bajt me muzikën e tyre. E tash unë çdo herë them çu shkon atë pse ti ose pse na. Po thot pse na e kena ditë çat vlerë, na e kena ditë muzikën shqiptare, kena ditë muzikën turke, serbe edhe rome. Tash unë po ura lidhse. E tash neve na ka dhënë Zoti, e na ata kanë ditë me proklamuar, po mendoj që kjo ka qenë vija kryesore që na e kena pas lidhjen me këtë komunitetet, edhe kryesisht me shqiptar. Tash ju më bëni dashëm, pa neve s'u ne bëni. Kjo është bazike. Po mendoj tash po formatin na duhet me proklamuar çdo herë, na se pak jena vetëdijsor, ndoshta gjeneratëra, që to me çu në një sistem tjetër. Cili është kjo pjesa e poezisë, kjo pjesa e uktetit edhe e ritmit tradicional të kulturës rome. Edhe kjo ka qenë shumë e vlerëshme kur na e kena ofru tjerë me pa, dhe me thonë, okej. Ose që për shembull na mujna me fol për kafun tash. Që është Gypsy Group, kafuja, na për kafun nuk flasim si individ, po flasim gjithë një stil tjetër. Se e portretizojmë si stil i cili ka dalë dhe ka qenë më aktiv edhe në media, edhe në Prishtinë, edhe ka mujtë me tregu ç'është një rom, mundet me arrit se. Nuk po mendoj që çto role models na ndihmojnë të rritë edhe tek ne, me pa okej, adin etniciteti ose gjuha ka marrë në sfondin e tretë katërt diskutimit ton, arti ka me qenë e para. Senor, faleminderit shumë. Unë besoj gjithmonë që diversiteti si në gjuhë, si në kulturë, si në gjithçka tjetër është një vlerë, edhe nuk duhet me hub, edhe duhet me trashëgu, edhe me rujt me fort fanatizëm, kështu që unë e di që ti ke qef shumë me shkru në Shqip, unë kam qef më të po të shkru edhe në gjuhë rome, sepse kam dëgju prej ma herët, na e diskutum këto ma herët, që njerëzit kanë fillu me mësu gjuhën e tjetrit vetëm me lexu në original. Pra kanë mësu rusisht vetëm me lexu Pushkinin dhe me lexu Dostojevskin, apo kanë mësu spanjollisht me lexu Marquezin. Kështu që kështu mundesh më na nxit. Faleminderit po them në gjuhën rome, rregull është. Mundesh më na nxit që me shku pak më thellë edhe në atje. Faleminderit shumë. Uran, faleminderit për këtë bisedë, turoj ty e djemtë e festivalit, sepse unë po mendoj se është shumë e rëndësishme me i diskutu këto tema, jo vetëm për komunitetin, por për kulturën, sepse kena nevojë me mirëmbajt pjesën psikologjike tonë edhe me shëndetin tonë me ndor me çdo lloj temash. Faleminderit. Faleminderit shumë. Ky ishte emisioni, jo po epizodi i cili lidhej me diversitetin kulturor, fort të rëndësishëm mes nesh, edhe sa më shumë që kemi fol, e kemi pa që sa ka diversitet, ka edhe një farë uniformiteti, të cilin a muj me e shmangu se jo, nuk e di, mirë po e jona është me jetu. Faleminderit shumë.